Horoskopi ditor e Mërkur, 29 Korik 2026. Dashi, me këtë hënë në opozit, me siguri do të ketë tension. Ka pasur kaq shumë ndryshime në jetën tuaj, shumë prej të cilave dhe ju vetë i keni dëshiruar. Disa njerëz mund të mos i kenë pranuar zgjedhjet tuaja, por kjo nuk duhet ju shqetësoj as pak. Demi, ju jeni krijesa të zakonit, por ndonjëherë futja e ndryshimeve mund të jetë një ndryshim freskues. Nëse keni punë të papërfunduar, është mirë ta bëni këtë shumë shpejt. Mund të jetë më mirë ta adresoni çdo diskutim në fillim të ditës. Binjakët, shumë lajme po vinë, dikush mund të ketë marrë disa lajme interesante disa orë më parë. Në këtë ditë mund të përjetoni edhe disa mosmarrëveshje ose tensione me partnerin tuaj. Yjet këshillojnë kujdes. Gaforia, muaji gusht do të sjellë një valë emocionesh të forta dhe të sinqerta në jetën tuaj, por ndjeni një dëshirë të fortë për të lënë pas muajt e errët. Hëna është në një aspekt favorshëm dhe nëse vini nga një fazë ku keni qenë disi të tërhequr. Luani, sipas horoskopit, jeni të mbushur me një energji të bukur që ju përshkron dhe ju bën të ndiheni mirë. Disave mund të mos ju pëlqejnë t'ju shohin në qendër të vëmendjes, veçanërisht pasi janë xheloz dhe ushqejnë pa kënaqësi ndaj jush. Virgjëresha, kohët e fundit jeni mbi ngarkuar me angazhime dhe përgjegjësi dhe e gjithë kjo ka qenë një burim stresi për ju. Po e ndjeni peshën e botës mbi supet tuaja dhe jo të gjithë kanë forcën për ta përballuar presionin. Mundoni të gjeni pak kohë për t'u shplodhur. Peshorja, prisni edhe pak. Nga 6 gushti patjetër do të keni një qiell shumë të favorshëm dhe produktiv, por deri atëherë do t'ju duhet të menaxhoni një periudhë stresi mendor dhe fizik që mund t'ju vërë në provë nervat. Akrepi, sipas horoskopit, kjo hënë tranzitore në jetën tuaj sjell një valë të mirëpritur energjie që do t'ju shoqërojë gjatë gjithë muajit. Të gjitha kushtet do të jenë përshtatshme për forcimin e marrëdhënieve tuaja dhe rikthimin në lojë. Shigjetari, dëshira juaj për t'u shfaqur shumë e fortë, nuk duhet të shtypet. Nëse keni investuar kaq shumë energji për të arritur një qëllim që e keni shumë për zemër, së shpejti do të shpërbleheni. Gushti do të jetë një muaj aktiv profesionalisht. Briciapi, do të jetë një ditë mjaft e ngarkuar dhe tensionuar kjo e sotmja. Do të përpiqeni të përballeni me çdo sfidë me vendosmëri, edhe nëse gjërat nuk do të shkojnë gjithmonë siç i keni imagjinuar. Duke filluar nga shtuna, hëna do të kthehet gjithashtu në një aspekt pozitiv, duke ju lejuar të shijoni një fundjavë më të relaksuar. Ujori, sipas horoskopit, është dita perfekte për të sqaruar çdo çështje të mbetur pezull. Mos e shtyni për nesër, gjithçka që do të mund të bëni sot, duhet bërë sot, sepse nuk do të merrni të njëjtat rezultate. Peshqit, muaji gusht do ta vërë dashurinë në qendër të vëmendjes. Gjatë orëve të ardhshme do të keni më shumë nevojë për mbështetjen e të tjerëve, qoftë partneri apo partnerja juaj, miqt apo të dashurit tuaj. Empatia juaj do të vlerësohet. Do të kaloni një ditë mjaft romantike.